Falëndërimi hamdi ka thënë Allahu Jalla Ta'ala, salamat I qojnë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin udhëzimin dhe pasojnë deri në kiamet. Allahu Jalla Ta'ala me natyrshmëria që Zoti ka kriju njeriu nuk e ka bërë të njëjtë në pamjen, në fizikun e tij, as nuk e ka bërë Allahu Jalla Ta'ala në intelektin e tij. Kështu që njeriu vazhdon të ketë çësje të ndryshme, mendime të ndryshme në jetën e kësaj bote. Dhe gjithçka mbetet e natyrshme përderisa unë dhe ti nuk pajtohemi në shumë gjëra. Përderisa unë dhe ti kemi çësje dhe qëndrime të kundërta në shumë rrethana të jetës sonë. Por ajo të cilën Zoti nuk e dën që kur ne krijojmë komfortësi, krijojmë inate dhe krijojmë urrejtje në atë që mendojmë, duke menduar se vetëm unë kam të drejtë, apo ti duke menduar se vetëm ti ke të drejtë. Këtu fillon problemi dhe këtu fillon ajo që Zoti Jalla Ta'ala I fton besimtarët në Kur'an kur thotë wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe kapni të gjithë për litarin e Allahu Jalla Ta'ala dhe mos u përçani. Vazhdon Kur'ani famlar që njeriu ta mësoj që duhen besimtarët të jenë të bashkuar, duhet kapen për udhëzimin e Zotit Jalla Ta'ala dhe që mos përçahen duke kriju kriza të panevojshme, duke kriju debate të panevojshme dhe duke kriju palë të cilat nuk I kontribojnë jetës, as nuk I kontribojnë fejes. Allahu Jalla Ta'ala kur ka folë në emër të përçarjes të atyre të cilët në emër të fejës janë përçarë, ka thonë innel ledhine farraqu dinahum wa kanu shia leste minhum fi shay. Me të vërtetë s'ke asgjë me ata që u përçanë në fejën e tyre dhe u shëndruan në grupe. Ibn Abbasi komentuesi I Kur'anit, shok I pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: o ju besim drejt, mbajeni xhamatin dhe mos u ndani sepse popujt e kaluar u shkatruan për shkak përçarjeve të tyre. Begawiu, një ndër komentatuesve të Kur'anit I njohur, thotë kad Allahu Jalla Ta'ala ka dërguar profet me misione për t'i bashkuar njerëzit dhe për t'a luftuar çdo herë përçarjen. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se në mesin e atyre gjanave që Zoti I bën është edhe mos përçarja. Inna Allah yarda lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وأن تحسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allahu I dën tre gjëra për juve. Allahu është I kënaqur që vetëm atë adhuroni dhe mos I bëni shirk atij, të kapni për litarin e Zotit, fjalën e Zotit dhe mos u përçani. Gjithashtu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një hadith na porositi: "Wa iyyakum wal bid'a fa innahu hiya halika wa la aqulu lakum tahluku ash-sha'b walakin tahluku ad-din." Keni kujdes nga urrejtja, përçarja, sepse ajo është rrojë se. Nuk ju them juve që e rruan kokën e juaj, por ajo e ruan fenë. Hadithin e shënon Buhariu dhe saktëson Imam Albani. Gjithashtu Allahu Jalla Ta'ala në Kur'an I udhëzon muslimanën duke thënë: "Wala tanazzaw fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Mos u përçani mes vete e të përçoni të humbni fuqinë pastaj. Allahu Jalla Ta'ala I thon besimtarët në Kur'an dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që jeni të bashkuar aty ku kërkohet nevoja. Jemi të bashkuar brenda familjes, jemi të bashkuar brenda shtëpisë, jemi të bashkuar në xhami, jemi të bashkuar në shoqëri dhe mos t'ia lejojmë jallit të mallkuar që të mbjellë përçarjen mes neve, sepse ne si besimtar
kemi agjëruar së bashku një muaj i cili në mesazhet e tij gjithherë ka reflektuar, në mesazhet e tij që i ka përcjellë Ramazani, na ka mësuar neve besimtarët në mënyrë praktike se sa e bukur dhe sa e bereqetshëm është me ne të gjithë së bashku. Atëherë kur ne përqahemi, ja mundëson me armikut të hynë në mesin tonë, ja mundëson me armikut të hynë në brenda kështjellës sonë, pastaj të rënën kështjellën tonë nga brenda, sepse ne ja kemi dhënë këtë mundësi. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, të thonë se në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, erdhën dy besimtarë të cilët e kishin lexuar një ajet, të dytë e kishin lexuar në forma të ndryshme, dhe ai mori për dorë dhe i çoi te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe tha se në shenja pash në fytyrën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kishte ndryshuar profeti kur i pa se dy besimtarë, dy vëllezër janë përçarë në zveti. Dhe ta profeti sallallahu alaihi wasallam pasi i dëgjoi ata sepse ishin përçarë, kishin rënë në mosfajtim, i tha ilahuma muslim ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. Që të dy jeni bamirës, që të dy e keni mirë, mos u kundërshtoni mes vete, sepse ata që ishin para juve, popujt që kanë shku para juve, ato u kundërshtuar mes veti dhe u shkatruan. Le të jetë ky mesazh vëllezër besimtar, i kësaj hutbe të xumas për gjithë neve, për folësin, për ju që jeni këtu, për gjithë ata që na ndëgjojnë, një mesazh i bazuar në fjalën e Zotit dhe në sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesazhi është i fundit, ashtu siç Zoti ka thonë në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmoni mes veti në të mirë dhe në bamirësi, dhe mos i ndihmoni njëri tjetrit në mëkat dhe armiqësi. Gjithashtu dua t'ju kujtoj me fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ai na ka këshilluar duke na thënë: mos e urreni njëri tjetrin, mos keni zili ndaj njëri tjetrit, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos i shkëputni lidhjet me njëri tjetrit, jeni vëllezër, o robët e Allahut. Bashkimi është mëshirë, përçarja është dëshkim. Kështu ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zotë ynë, të lutemi sot në këtë ditë të bekume, në këtë ditë feste për neve, që ty vetëm të falëndrojmë, ty të lavdrojmë, nga te presi mirësi, nga te kërkojmë mirësi, kërkojmë falje me shirë, sepse te o Zotë je ndërruesi më i mirë. O Zotë, këtë ditë madhe në fitër Bajramit, ne të lutemi ty ta pranosh agjërimin tonë, namazin tonë, lutje dhe veprat tona të mira. Në bëj për atyre që e kanë kalu Ramazanin në devotshmëri dhe kemi pastru shpirtin tonë. O Allah, në mbulon me mëshirën dhe faljen tënde, në i fal gabimet, në largoh prej gjunave, në udhëzon rrugën tënde, në e mbush zemrat me dritë e besim dhe në zbukuron moralin me vlerat që ti ke vendos në Islam. O Zot, na bashko me ta afërmin tanë me të dashurit tanë me kuptim. Në bëj për atyre që jemi të mëshirueshëm e të mirë kuptueshëm dhe modest në jetë. Në bëj të jemi zemërgjerë, ndaj të varfëve, ndaj jetimëve dhe atyre që kanë nevojë. Në mbush zemrën me dëmshmëri dhe në i pranon sadakën zeqatin tonë. O i gjithë mëshirshëm i ruaj prindërit të tanë, qofshin gjallë apo të ndjerë. Mëshiroj ata ashtu siç na kanë edukuar kur ishim të vegjël. O Allah, ruaj umetin e profetit Muhammed, bashkoja atë në të mirë, jepi fos në fejnë e tyre, ndihmoj ata të qëndrojnë të palëkundën në rrugën tonë dhe derisa të takojnë ty. O Zot, mbroje vendin tonë dhe jep na paqe e begati, largona nga sprovat të mëdha nga padrejësia dhe nga çdo e keqe që na rrethon. O i gjithë fuqishëm, na dhuro fundin e jetës me iman dhe na bashko gjithherë gjithëve në xhenetin tënd me të dashurin tonë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zot, pranoje këtë lutje në këtë ditë të madhe nga ne. Qo salatë dhe selamën mbi pejgamberin tonë, ashtu si qojnë engjujt dhe qojnë besimtarët, dhe kur përmendet emri i tij, thojnë sallallahu alaihi wasallam.